Lexim nga Apostulli i ditës. Letra drejtuar Galatianëve, kapitulli 1, vargjet 11-19. Po ju bëj të ditur, vëllezër, se ungjilli që u predikua prej meje nuk është sipas njeriut, sepse as unë se mora prej njeriu, as nuk u mësova prej njeriu, po nëpërmjet zbulesës së Jezu Krishtit, sepse keni dëgjuar për sjelljen time të mëparshme në judaizëm, se fort tepër përndiqja kishën e Perëndis për ta shkatëruar atë, dhe përparoja në judaizëm më tepër se shumë bashkëmoshatar në kombin tim, sepse isha më tepër i zellshëm për traditat e etërve të mi. Po kur i pëlqeu Perëndis, i cili më ndau që nga barku i nënës dhe më thirri me anë të hirit të tij, që të zbuloj birin e tij tek unë, që ta ungjillëzoja të ndërkombet, për njëherë nuk u këshillova me mishe me gjak, as nuk u ngjita në Jeruzalem tek ata që qenë apostuj para meje, por shkova në Arabi dhe përsëri u ktheva në Damask. Pastaj, pas 3 vitesh, u ngjita në Jeruzalem për të takuar Pietrin dhe qëndrova pranë tij 15 ditë. Edhe tjetër nga apostujt nuk pash, veç Jakovin, vëllain e Zotit. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 2, vargjet 13-23. Edhe pasi ikën ata, ja një angjëll i Zotit e ki duket në ëndër Josifi duke thënë: Ngriju e merr me vete djalin dhe të ëmën e tij dhe ik në Egjipt, edhe rri atje deri kur të them ty, sepse Herodi do të kërkoj djalin që ta vras. Edhe ai u ngrit, e mori me vete djalin dhe të ëmën e tij natën, dhe iku në Egjipt. E ndenjë atje deri në vdekjen e Herodit, që të përmbushet e thëna prej Zotit me anë të profetit që thot: nga Egjipti thirrat i mbir. Atëherë Herodi, kur pas se u gënjye nga magët, u zemërua fort, edhe dërgoi dhe vrau gjithë djemt që ishin në Betlehem e në përgjithë rrethinat e tij, që nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës që kishte marrë vesh saktësisht nga magët. Atëherë u përmbush çështën nga profeti Jeremia që thot: Zë u dëgjua në Ram, vaje të qarë e gjëm shumë. Rakela qante djemt e saj dhe nuk donte të ngushëllohej, sepse ata nuk janë më. Edhe si vdiq Herodi, ja një angjëll i Zotit e ki duket në ëndër Josifit në Egjipt dhe i thot: Ngriu e merr me vete djalin dhe të ëmën e tij, edhe shkon në vete të Izraelit, sepse vdiqen ata që kërkonin jetën e djalit. Dhe ai u ngrit, e mori me vete djalin dhe të ëmën e tij, dhe erdhi në vete të Izraelit. Po kur dëgjoi se Arkelau mbretëron në Jude, në vend të Herodit të atit të tij, pati frikë të shkojë atje, edhe siç ju tregua atij nga Perëndia në ëndër, iku në anët e Galiles, edhe erdhi e ndenjë në një qytet që quhet Nazaret, që të përmbushet çështën nga profetët, se Nazaretas do të quhet.